ty Suati, a je marrë me diçka tjetër komplet përveç artit ose Me pikturës? gjithë shka, qa u më e rëndësishme është që si fëmije e kom dit me qa kom marrë të njetën, se di e kom gjithë, kom provu profesionet lloj-llojshme, të ma bëshin prej artit s'ka kur gjohë e sen. Për një me edhe është që ashtu se është pak profesioni shtrejtë e sene, po prap kom gjithë mundësia materiale e sene, i kom maru edhe vetë edhe e kom gjithë atë njërën për mu shprej për mes artit. Kom punu do me thonë lloj-lloj pune edhe une, kreqa kom fitu, kom investu në artë, kom punu me ndërtimtari, ushtru pllaka, kohë të shkurt se qatë kohë sa kom punu e kom ba me dëshirë, po momenti s'm ka sfidu ma, kom hek dorë, diqysh jom kthy te arti, 2 puna njëkohësisht i kom majt gjithë kohën, s'kom pas fatin më pranu në fakultet për disa vite radha zip, thash s'ka lidhje, unë s'du me hek dorë edhe lapsin pej dorë, normal, kërkush s'm ta hek, edhe nuk është fakulteti që të bën artist, që do kam dyshu njerë që kom shqit se s'm hop ke vullneti heq për art. Edhe ma bëshin qysh sa di kapu vllaja, njëri tek ekonomika mjekësia në i sen. Po realisht, që ajo kohë kur që më pranu më ka ba shumë mirë. Qatë moment që më pranu në fakultet, u kom gëzimi ma i madhi një, krejt puna tjera i kom lanë, i kom thonë shpis edhe nëse s'kom buk me amër, unë profesionit tem du m'ja dhon hakun